Kjo është kështjella e fundit e rezistencës ukrainase në Mariupol, uzina e çelikut Azovstal. Brenda kësaj uzine janë strehuar rreth 2000 trupa të regjimentit Azov dhe luftëtarë të tjerë, dhe mbi 1000 civil, gra, fëmijë dhe pleq. Situata është e rënduar, ndërsa autoritetet ukrainase thonë se uzina bombardohet ore çast nga forcat ruse, edhe pse ato pretendojnë se e kanë çliruar Mariupolin. Luftëtarët në brendësi të uzinës, ku mbi 500 të plagosurit i kanë strehuar në tunelet nën-toksore me kilometra të gjatë, rezistojnë ndaj trupave ruse që sulmojnë nga të gjitha anët. Mariupoli, sipas ekspertëve, është thelbësor për planet e Rusisë për të krijuar një rrip toksor drejt Krimes së pushtuar nga Rusia dhe ndoshta edhe më gjerë, deri në Moldavi, thonë ekspertët. Në këtë qytet të rrethuar që në Mars, më shumë se 100.000 njerëz kanë mbetur pa ushqim, pa ujë të pijshëm dhe pa nxehtësi në netët e ftohta. Ndërkohë, frika për zgjerimin e hartës së luftës ka përfshirë këtë të martë Moldavin. Dy shpërthime në një ndërtesë radioje afër kufirit Ukrainas nxorën jashtë funksionit një palë antena të fuqishme transmetimi në rajonin separatist të Transistrias, tha policia lokale. Transistria është një rrip toke me rreth 470.000 banor dhe ka qenë nën kontrollin e autoriteteve separatiste që nga lufta e vitit 1992 me Moldavin. Rusia ka një bazë ushtarake në këtë rajon me rreth 1500 trupa paqëruajtës. Kemi hyrë në muajin e tretë të luftës në Ukrainë, ndërsa vendësit kanë mundur që ta mbajnë të papushtuar kryeqytetin, Kievin, por operacioni rus është zhvendosur në lindje. Armët perëndimore e kanë ndihmuar Ukrainën ta ndalojë pushtimin e Rusisë, por udhëheqësit e saj bëjnë apel për më shumë armatim. Sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin bëri premtimin se më shumë ndihmë është në rrugë sipër, ndërsa ka mbledhur në një takim në bazën amerikane për Evropën në Gjermani në Ramstein, zyrtar nga rreth 40 vende aleate për të dërguar më shumë armatim për luftëtarët Ukrainës.